Në Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës është paraqitur një rezolutë nga kongresistë demokratë dhe republikanë e cila kërkon të nderohet e mbijetuara e dhune seksuale gjatë luftës në Kosovë Vasfije Krasniqi Godman dhe po ashtu kërkon të jepet fund pandëshkoheshmërisë për krimet e luftës të kryera nga forcat serbe. Rezoluta është paraqitur nga kongresistja Julia Johnson, ndërsa është sponsorizuar nga kongresistë të tjerë. Bashkëhartuese e rezolutës është Vera Mjeku. Ndërkaq lidhur me këtë, Vasfije Krasniqi Godman ka shkruar në Facebook për rezolutën 26 ku i ka falenderuar si kongresistët që paraqinë atë, po ashtu edhe bashkëhartuesen Vera Mjekun. Papa Francesco vdiq sot në mëngjes. Kreu i Kishës Katolike ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Cari fratelli e sorelle, buon